Thjesht po ju them që për pak kohë unë mund të bëjmë nën. Arjan Konomi do t'i kërkoje falje apo të kërkon? Gjuhin do më kërkonte falje. Po për çiftin e famshëm Matteo Brikena. Kur është era e fundit që ke bërë dashuri? Ja, s'mendohet hiç. Si 6 vite mi? Fjallët që thuen veshit, dalin sheshit. Të keni ardhur sërish në What the Fuck Show. Dhe do thoni ju pse ne zgjodhëm ta nisni pikërisht në këtë mënyrë, sepse në DM-in ton kanë ardhur thashë theme për disa nga banorët e Big Brother VIP Albania. Jo se na kanë ardhur, po i kërkuam vetë. Okej. Ju detyruam dhe na i tregojnë, po sa pas keni ditur dhe ju por të Ore, po. Jetën e tyre jashtë, vlen të tekstohet. Jemi të tmerrshëm, jemi një popull shumë thashë theme. Unë them nisim pa u mbërkohë. ja, E nisim Është dhe mesazhi i parë në redaksi. thashë themi i parë është Matteo dhe Edisa kanë qenë ngacmuar për shumë kohë bashkë sepse njihen nga jashtë, se keni parë sa xheloze është ajo? Dhe unë bëra ulumtimet e mia. Prit se bëra ulumtimet e mia dhe Matteo nga Elbasani, Edisa nga Elbasani. Ti nga Elbasani. Unë nga Elbasani dhe mund të ketë diçka të vërtet në këtë thashë them. Ashtu, ë? Tani ndjenja se di ma kam. Nuk e di sa e vërtet është ky që do lexoj unë tani, që thot dhe nis me të vërtet. Në të vërtet thot, Brikena është e lidhur dhe lidhjen me Mateon po e bën për show. Një thashë kemi them që dëgjuar është dëgjuar shumë këtë, po. shumë kjo, por Mbetet shumë si në tynaj kjo. Me qenë se jemi tek Brikena. Një tjetër është, Brikena për shumë kohë nuk ka folë me familjarët e vetë, sepse ata nuk donin që të ndiqte modelingun dhe për shumë kohë ka fjetur te shtëpia e një shoqes së kushurirës time në Itali dhe filloi duke bërë punë të ndryshme. Okej, nuk ka pasur përfajën e familjes, nuk është është një gjë. Po, më thënë, ky profesioni modeleve është parë pak me po skepticizëm gjithmonë. jam gjithmonë të gjykuara. Gjithsesi mirë ka bërë që i është fut modelingut. Rogerti ka ndihmuar shumë njerëz, mos mendoni se është shpirt i keq se e kam parë që nuk e doni, po është rob i mirë. Por e fatosi e ka Ai thënë mendoj, këtë. jo, unë e vërtet e mendoj. Edo. Ai aty ka një karakter. Ai aty po bëhet në cipën e tij, pra po heq cipën e tij, nuk ka steder, po bën më të keqen e mundshme për fam sepse kur doli ai që e nxorri Monika. Do t'jetë antagonisti. Unë po e bëj këtë tha që të kemi të ardhmë unë tha dhe djalin. Pra, Po mirë se mund Dhe mua më kanë ardhur dhe disa mesazhe në privatin tim ku më kanë thënë që Rogerti është vërtet njeri i mirë dhe shumë ndihmues. Nuk ka të bëj fare me këtë personazhin që ka zgjedhur. Personazhi frikshëm. Ai aq keq po tregohet aty se sado më Nuk e besoj njerëzit që tani është më njeri i falë, mirë. sa do aktori mirë të jetë, nëse Por dikush që është i mirë dhe dihet është Selin the Queen, por ky absolutisht. mesazh thot kështu. Ha. Selin është shumë e mirë por nevrike. Kam qenë grimiere kur ishte kënga magjike dhe nga që ishte shumë në stres, më ka bërtitur disa herë. Se s'kishte ku nxirte frikën siç bëju me misin her pas here. Që do prezantonte. Por e kuptova thot dhe nuk e mora për keq. Pra duket që Po mirë, Selina kjo ka është qenë çështje çështje ankthi. emocione. Nuk ka të bëjë me atë si karakter Shikon që negativ. Selinën se kapni dot në asnjë vend. Si justifikon misi dhunën ndaj fatos. DJ Gimbo është aq njeri i mirë. Ua, se një herë e kemi takuar në karburant në Prishtinë, po se një afare atko dhe ai duke pritur më pa që isha ngarkuar, më ndihmoi deri tek makina se po më qante dhe goca dhe unë se një afare. hallet këtu të ky mesazh. Modër po lexoj me një frym. Se po më qante dhe goca dhe unë se një afare, po kur e pash që është fut në Big Bra lidhje, një njeri fantastik. Po dhe normal të ndihmoj tani, ti ka Duket ndihmoj ai njerëzit shumë. Jo, se s'më kanë ndihmuar në fillimet e mia. Ti si në single Unë që si je. nëm single që kam rrit. Nëse Bëhemi bërë terapi. serioz. Ndiqeni intervistën në What the Fuck Show. Nuk e di se çfarë kam thënë te Andale, më duket se më kanë kapur mat, çuna dhe gocat, por gjithsesi bëni subscribe Andale. Ndërkohë një mesazh pozitiv ka ardhur për partneren e Gimbos, Selinën dhe thuhet: Selina është super humble, i kam folë një herë në market kur prezantoi këngën magjike, e komplimentova. Po, e komplimentova dhe erdhi më përqafoi Ngela, shumë e thjeshtë dhe mirënjohur. Duket si Absolutisht, Selin ka lindur rritur absolutisht. në këngë magjike. Po ajo ishte vetëm ja dalje Po, e madhe, krahasim me Bigun. Po, që e njoh dhe publiku. vërtet. Por një djalë i cili përflitet shumë është një nga kryefjalat e këtij edicioni, Mali.
Bashkëgushish. Mali tani se çka ka ndodhur me Mali. Çka ka ndodhur? E di pse ria qurt. Ka një gocë jashtë thot kjo dhe Është sa me djali mirë që është dhe janë të dy shumë të mirë thot sepse e njoh të këtë gocën. dashur. Mali super djal. Okej, pra Mali është i Nuk na lidhur. hapa që themin më të madh të jetës, por Por, e dikush është tjetër një super djalë më të nderuar. Mateo. Mateo ka qenë ishi një shoqes time dhe ajo tregon që ai është shumë bytës në një lidhje dhe do vetëm seks. Elbasan Limo. shiko, thuhet që këto që merren me palestër, pas palestrës Se tek ta që janë nga Elbasan. Jo. Nuk mund të përgjigjsoj një kanin të tërë një qytet të tërë, por këta që bëjnë palestër thuhet që kanë shumë hormone dhe ndoshta është e vërtetë. Shiko, duket që Mateo është mbytës sepse më duket edhe në marrëdhënie me Brikenën pra gjatë gjithë kohës që kërkonte puthjen, konfirmimin, aprovimin. Unë e kam thënë aty të bëj pikon djersa, po se sa më e vlla do t'i shkoj nuk e di. Shkoj një mesazh fani që po lexoj tani është pra për Selinën, që thot, "Ore, po të them, kam pas Selinën se jam në lagje me të dhe po puthej me një sep." Tani ç'to ke? Ato lumë si motor, çmire ke Nuk e bërë. gabrum se është Brikena ajo që ka thënë se jam puthë Se cep, është pyetja ime, se unë këtu dua të Tani aty dal të se shijoj. cep. Kostian ti ke bërë në Bodrum të pallatit, nuk e gojë. Nëse mos ja kujtoni aman gjithë jetën aty të shkretit, Sileni, mirë, si po unë kalon. mendoj që në këtë moment ne do duhet të mirëpresim dhe të mbushim pak studion. Si mendoni ju? Po, çuna? ka si momenti do i të elektrizohet ftuarës që këtu. po e prisni të gjithë se çfarë deklaratash do thot ajo. Ajo Sot në është një nga WTF. personazhet më pa filtra ever. Nëse ta presim një herë si thoni. Po, ndjekim siglën. Tani të nderuar miq dhe kolegët, mor shok dhe shoqeni, kemi ardhur në një pjesë të intervistës ku studia jonë është e mbushur plot me energji, sepse ajo është një super personazh, shpërthyes, është një ish Energjike. finaliste, energjike, ish opinioniste, një nga Kudo e sheh atë. Kudo, një nga emrat më të njohur është sot me ne Shqipe Hysena. Më pëlqen që Eduard Roket vetëm shqipe. Kemi publik me pagesë si Arditi, të ftuarit. Mirë se erdhe në WTF Faleminderit Show. shumë, faleminderit për ftesën. Jam Si shumë po e nderuar dhe ndihesh, një, respektuar. si po Si ndihesh? po pas kur ka vënë Hollywood. Si Që çdo njeri meriton atë respektin e vet që në momentin që e bën. Na më kupton, siç Shumë e ma bën vërtetë, ashtu ja u kthej. E shef pra. Na erdhe do t'i vinë. Do t'i ve. Kemi dhe anën tjetër. Po që këtu. Shqipe, së fundmi Nxjerrim të kemi pozitive. parë më shumë të angazhuar në rrjetet e tua sociale dhe pak e stepur nga televizioni. Pse është zgjedhje kjo nga ana jote Po, apo? këtë vit kam menduar në këtë lloj forme dhe jam goxha e kënaqur domethënë me këtë që Nga kam lekët? menduar. Po. A? Po. A fitohet më shumë me në the- Instagram dhe në platformat e rrjeteve sociale se sa Faktikisht unë kam edhe biznes, kështu që besoj ju angazhova pak më shumë këtë vit vetes time, gjërave të mia personale, po edhe disa projekteve që janë për Instagram. Por emri që televizioni ty të dha besoj të ka Po, ndihmuar po, patjetër, në pjesa e rrjetet Top sociale. Channelit absolutisht. Domethënë që kur dola nga Bigu, e dija dhe e kisha pothuajse të sigurt këtë përqafimin nga topi. Sa u rritën zerot pas gjithë eksperiencës tënde televizive? Është sa- Në lek mujor flas. Po, jo mirë, do me thënë jam me knaqur, nuk jam keq. Tani- Por që nuk jam si ato të tjerat, për shembull, si një pjesë më e madhe e influencerëve që gënjen lart e poshtë, edhe thotë, unë marr më shumë se 4.000 euro. Do me thënë, i Edhe shoh gënjejnë, bizneset sa t'japin. Sekond se janë- Francesca Murati në një A, program nuk- në Andale tha 40.000 euro, tha për 3 video. Nuk e di, nuk e kam të dëgjuar. Se këtë lloj reale gjëje. këto shifra? Unë nuk e kam të dëgjuar këtë lloj gjëje. Do me thënë, kjo është Na një mit. gënjejnë më i madh. Prandaj po them, nuk e kam të dëgjuar. Unë flas për një pjesë shumë të madhe të influencerëve. Dhe që unë po të them saktësisht e di dhe sa marrin. Kështu që Po sa ka shumë për një postim? Sa Thjesht- shkojnë thjesht- shifra? Pra 4.000 euro është shumë thua ti. Jo, kur Jo, është më pak. fal, ti- Është pak, 10.000 euro. Jo, është shumë. Është shumë. Është shumë. Nuk Është shumë, po thot, nuk pra, t'jep gënjejnë asnjë, për më shifra fal, që- bizneset po falimentojnë. Kush po t'jep ty? Kush t'jep më shumë se 4.000 sa 10.000 euro? euro dhe 4.000 euro dhe 4.000 euro janë shumë. Në momentin që ti bën një bashkëpunim të vazhdueshëm, patjetër që mund të shkojë deri në një çmim të caktuar, 6 mujor. Pra, nëse 7 është në mujor, vazhdimsi, po. patjetër që po. Dhe përsëri sigurisht që do ta ulësh çmimin sepse e ke të vazhdueshme. Ke një bashkëpunim Por aftë që gjatë, tani të flasësh për çmime marramëndse që ti të marrësh më shumë se i deputet
Kjo nuk I'm ndodh. sorry, po jo nuk ndodh. Gënjejnë, Nuk ha? ndodh dhe shpisa më e madhe se si ti do ta shesësh veten. Tani të lëmi që këto mobilet e Atje lekëve vesh pa. se na trashët. Po si s'doni të bëri një pyetje. Dani mos se kemi diçka. Aty e kam hallin diçka më timun. interesante unë. Ha, bëje Se ti më reklama bën interesante. diçit, po e Bëje ke ti më parë- interesante. E ke parë ti shipen të flasim me njëri për jetën e saj romantike? Jo. Tani sa ndodh me jetën Po Kemi ndjem po ndjem shumë mirë se ka njerëz që flasin me tonë të lartë. O, princesë është asgjë. Sa vjen në emisioni dhe rritet Okej, tonë. rregull. Po Për çik fillojmë të dashuria, zihemi. Dinamika. çik të dashuria do ta ulim pak se ta bëjmë pak më intime. Shipe, pse nuk ka dal kurrë një lajm rreth jetës tënde personale për shemb? Përveç deklaratave që Po mund të mbas kesh se bërë unë ti. nuk është se në këto vite kam pasur, domethënë diçka ose thjesht njofje. Tani troç, Mesazh a vazhdon ti duash burrat me shumë r apo janë ulur rët me vitet? Po unë i du burra në rë, po është po kam rë. Pikërisht, pra rrët kanë filluar dhe bien me kalimin e viteve. Ja, lë. Po pse është shipe kanë rënë rrët janë bërë Seriozisht, Allah. Ose pse tani, çuna pse? duan të kenë këtë vëmendjen femërore, Si princesha. Unë nuk më pëlqen që një mashkull të ketë atë, ku di unë, statusin, ky nektarina, dua ta njoft. Nuk më pëlqen. Mbase unë jam old school Pra edhe s'duhet ta ruajnë? Jo, ja, domethënë duhet kenë sigurinë në vete, po. Siguri. Po. Ta pëlqen veten ashtu siç janë. Nuk Si po e mendoj shoh, se të Siguri, kuruar. jo, mashkulli duhet të ketë sigurinë, qofse një vajzë është e paqartë, e pasigurt për atë që do, se ndonjëherë ne jemi edhe të pakuptueshme, thash ndonjëherë. Ndonjëherë. Po, okej. S'është më vetë që Po, kuptosh ju, no, nuk është çështje veten. Jemi aq të komplikuar apo jemi aq të thjeshta njëkohësisht sa nuk ju merr mendja. Do të thënë atë që duam ne kur themi, e dua xheloz, nuk e duam në të vërtet xheloz. E duam Nuk një e duam person të që kundërt. na japi vëmendje. E do kupton? territorial. Kemi, po, po pra E ka territoriale. thënë, E ka thënë, po Që- prandaj që thash. të më japi vëmendjen që unë dua, të vazhdoj punët e tia, të kem hapësirën time, të vazhdoj dhe unë me punët e mia, të Dhe kemi një gjithë pikë këto vite s'ka bashkëpunimi. dalë asnjëri që ti më përmbushi Unë këto? jam shumë e vështirë, unë edhe po të më dalë. A do arri një pikë që do dorëzohesh? Zmbrapsem. Si e do fizikisht ti Shqipe, pra Nuk nga ka- pamja nuk- le të fizike, ke bëjmë një- preferenca, le të Jo. gjejmë burrin ideal tënd Shqipe, të Le ta lutem. nisim që nga prejardhja, dëgjoj. që nga Po, origjina. Shqiptari huaj. Shqiptari Nuk huaj. ka rëndësi. Pavarësisht se këto kohë të fundit kam thënë duhet me marr tuajse. Ke kaluar aq keq që jemi, hë? Po thjesht ajo ideja, e kupton, ideali im në ëndrat e Nga çfarë kontinenti? Amerikano latin, E unë rëndësishme është jetë njeri, e kupton. si boqell. S'kam preferenca të tilla. S'ka pra, Edhe e nuk thonë- po Ai ka them- të karakteri. Ai ka të E zemat kam e të karakteri xhamit. shumë, e kam Me, të tipi. Shqipe, pse kam të përshtypjen unë që meshkujt sikur stepen prej teje ose Nuk e di, po tremben? Ato i thonë që është femër e fortë. Shqyr zoti që stepen. A do të ta them troç shqyr. Pas të Jo, cilë kjo Shqipe, një pse gjë. Ta them edhe pse. Unë jam tip shumë i butë në vetvete. Dhe më mirë kur ma shikojnë këtë anën. Po, Që në fillim? po, Pak që më në të fillim të fert. keqen. Se sa ta kenë okej, se kjo zbutet, kjo bëhet e tjerë, më mirë, se njerëzit përfitojnë shumë. Po, Edhe duat në ketë frikë, derisa të dali, do me thënë, duat në kenë frikë të tjerë, derisa dali ai person Dali që do- duri, thua ti, Po, pra ja. është një filtr që ti i vendos gjithë. E kam unë këtë, nuk Po kam vajza që doja të të pyesja, Po. a mendon ti që vajzat sot janë bërë më materialiste nëse ti the që djemt janë bërë princesha? Vajzat janë bërë materialiste? Nuk po them që e kanë vetëm meshkujt fare, no? Edhe ne si tipe Jeni të Gabojmë komplikuara, që- ju e thatë. Jo, ta thash, jemi të komplikuar deri në moment, por nëse ne na mëson në thonjza dikush që të duam anën materiale, fillojmë të duam anën materiale në thonjza. Sepse ajo është në çfarë të sensin që- ofron. Po nuk po shikon. Ke goca shumë të mira. Unë personalisht mendoj që ka shumë goca të mira. Ashtu si ka çuna të mirë, po thjesht duhet përshtaten me njëri tjetrin. Edhe duhet të gjehet i e duhura Sa e për vështirë. veten tënde. Është e vështirë, po nuk është e pamundur. O, Shqipe, unë kam një pyetje, ato ka kapur ndonjëherë frika mos ngel në derë. Është frika. Se mua kam ne që e mendoj. Jo, do të ta them diçka çfarë po mendoja, do të thënë po analizoja veten time se zakonisht e bëj. Shumë shpesh. Në raport shumë shpesh, jam shumë autokritikuese, pavarësisht se nuk duket. E jam fokusuar shumë të punët dhe faktikisht mashallah po mesin shumë mirë.
Okej, që mos ta marr veten në sysh, po me ecin mirë me kënaqur, me veten time, me gjërat që kam etj. Dhe me ato që do vinë. Po mendoja për shembull, okej, ti je single. Dhe thash me vete, sa e sigurt je ti që do një marrëdhënie? Aty u stepa. Pyeta veten time. Pra Nuk nuk je ishe e sigurt gati. se doja apo jo? Nuk je Çfarë gati. përgjigje Në more nga momente- vetja? Që nuk jam gati ose nuk e ndjej veten ose nuk investoj aq shumë që them okej, duhet të njoh dikot. Siç e bëjmë ne me punët e përditshme ose me diçka Që që do bëj duam. këtë, do bëj këtë, Se po. ti kur e do diçka ke për të arritur atë gjë. E vërtet kjo. Që Dhe se ja vendos u mendjen. stepa, më kapi sikleti, më kapi, mu më duket vetja se ndonjëherë sikur jam si ata çuna që kanë atë frikën e martesës, edhe unë po ndihem si ata, çuna ju kuptoj. Tani, folëm sa folëm për çdo gjë, se mund kemi shipe në studio dhe mos flasim pak për Big Brother. Okej. Ah, Flasim. Selin, është the queen apo nuk është sipas teje? Tash nëse e cilëson veten ashtu, është Ty si ashtu. të duket si lojtare, është Tani, pretendente për fitues? Si lojtare, më duket lojtare goxha e fortë, pavarësisht se nuk ja kam pëlqyer lojën. Okej. Ta them Çfarë Prej nuk ka krevati? shërbyer? Po, nuk nuk ja kam pëlqyer lojën me mirë, na kupton pavarësisht se ka qenë Pa e përdorja Një lojë- mirin thua? jam me Apo- njëri e kam përdorur. E kanë përdorur tjetrin. të Kam dy përdorur një pak, tjetrin. nuk Në mund të heshtje. të përdor unë ty pa Pa dashur ti që djetime. që unë të të përdor ty. Kështu vërtet. që ata të dy e kanë përdorur njëri tjetrin. Nuk jam vënë kundër Selinit shumë për arsye se nuk kam parë ndjenjë nga Selini. Kurse kam kritikuar pak më tepër Mirin duke qenë se nga Ke parë Miri një kam dobësi nga ai, po. kam parë. Po Rogerti ato duket kingu i shtëpisë. Me që Selina shkuini. Prandaj po them varet se si e cilësojnë veten. Unë për vete nuk cilësoj asnjë king edhe queen se nesër pas nesër del një queen tjetër që e cilëson Po e ke veten. parë Rogertin sa është rritur në lojë dhe në pëlqyeshmëri në publik. Rogerti e ka treguar veten shumë antipatik në fillim dhe mua personalisht më pëlqen më tepër që një dikush të tregoj negativitet në fillim fare, se kur e tregon atë negativitetin tërheq më shumë publik, njerëzit çfarë është ky lloj personazhi që Dhe hyri me vonesë, pra ja doli, nuk është Prandaj, hyri që në fillim. Është Po edhe e një durojnë keqje dot. domosdoshme ndoshta? Po, që po e por mban që në produksioni? Kur e kthen, domethënë atë pllakën, mund të jetë dhe një Rogerti mirë që publikut mund t'i pëlqejë dhe nuk bën dot patën, thonë za. Po. Kështu Mund që të mendoj A e ka që vendosur? Rogerti ka hyrë mirë në lojë, thjesht ato ofendimet nuk më i ka pak ngjisin këto. Që e kanë bërë shumë Po. veta brenda asaj shtëpie dhe është normalizuar, kështu Po, që te- mos të po, gjykojmë vetëm Ai e mendoj Rogertin. është kulmi i I piramidës. filloi, e kupton? I Po. filloi dhe kur dikush i fillon, nuk e ka problem tjetri që të po, e të vërtet. hyjë rol. Po për çiftin e famshëm Matteo Brikena, çfarë mendon? Se ka Shifti shumë që komentarë sapo shumë. puthon. Të sapo puthurit. Nuk më pëlqejnë fare. Bashk, nuk Ka më pëlqejnë ndjenja fare nga bashk. ndonjë palë thua? Kanë tërheqje fizike. Por nuk Ka kanë vërtet ndjenja. kjo që kanë tërheqje Po, fizike, po. asnjë gjë tjetër përveç. A mendojnë që po e Mendoj unë shfrytëzojnë shumë, këtë gjë? Po patjetër. Unë s'jam kundër shfrytëzimit, ë. Në Jo, lojë po, që të absolut, arrish sa për aty lojë. ku do ti, nëse bie dakord me dikë, e rëndësishme është ta bësh sa më reale. E vërtet. Por që njerëzit duan shumë dashuri, duan gjëra fake, i kanë qef këto, e ke parasysh telenovelat indiane. Mun pëlqen prandaj turket. romanticizmi, Po, po, më pëlqen turket. Po mendojnë që Këto mund t'i- indiane ta kuptoni, Të lodhin. gjuajt, por nuk Do ja dy orë me Zjatën raj. shumë. Po E kush nga kupton, të dy zjatën mendojnë pak që mund të shkojnë në finale apo të dy Mendoj, kjo loja mendoj mund që të çojë në Mateo finale? dhe mendoj që Brikena pas puthjes është tërhequr, domethënë një çik, ka thënë çka kanë bërë se Është penduar. është ajo Po, gjë që i daja. tha, po, është ajo gjë që i tha Selinit që ti me Gimbo nuk puthe e kryve ciklin. Edhe tani Oh, unë mendoj që i mos djeg, Që mos më ndodhe po e njëjta mendon gjë. këtë. Që ka është, dalë tërheq nga skarto si Mateo lojtare. Dhe ta shoh, po ajo e di që Mateo është më i fortë në lojë. Po, e tha dhe Se vetë Mateo të paktën ka mbajt një qëndrim gjatë gjithë rrugtimit. Po. Brikena. Ajo është luhatur gjatë Kurse Jo, Brikena është luhatur gjatë gjithë kohës, ndonjëherë me duart trokitet e publikut, ndonjëherë me Mund ka pëlqyer Brikena në fillim. Am kupton se ka mbajtur atë që E ka humbur gjatë rrugës. E ka humbur se s'po di pra, sidomos tani mbas puthjes nuk po di çfarë të bëj. Mendoj që nuk e do atë zjarrin e madh me Mateon se ka këtë frikën e një mujorshi, do patjetër të jetë finaliste, por që Shipe po për Mirin, a mendon që ka rënë në graskën e Rogertit kur u bë grup me të dhe ka rënë në hijes po, në fundmi? po. Rogerti e ka fut Mirin klapa. E ka fut Mirin në klapa, po pavarësisht se unë mendoj që shtëpinë Miri dhe Rogerti do ta kishin ndarë. Do Do të t'ishin thënë dy pole. dy kokat, dy Ndërkohë që kokat. Rogerti po ngre Selinën dukshëm. Çfarë po bën Rogerti? Rogerti po mban Mirin në gjumë. Duke mbajtur Mirin në gjumë, Fokusohet e ka ka në poshtë xhep. vetes, duke qenë se Miri krijoi atë strategji në fillim. Do të thënë strategjia krevatit u diskutuar për një muaj e gjysmë. E vërtet. Gati 2 muaj. Çfarë bëri Rogerti? E futi në sjetull dhe Edhe vazhdo. Vazhdo.
Mos harroni të na bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale, por më e rëndësishmja duhet të na bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it në Andale. Tani do të arrim tek loja e parë. Butoni kush është afër tek, Kostiani do të ndihmoj. Unë do të jap disa pyetje të shpejta, rrufe dhe ti do e presësh rrufe. Të rrufeshme. Shtyp butonin dhe përgjigje me gjën. Jo, do ta shtypësh pak, Ja. me zhurmë. Me buton. E dhunshme dhe me baltër. Gjithmonë e ashpër, jo gjithmonë. Fillojmë. Si ishte lehtë. Sharja që përdor më shpesh kur jam me nerva. Idiot, debil. Shumë rënd shkoke. Jo, po nuk shkej shumë rënd se jam pak kundër llafeve të pista, Okay. po ndodhin shumë rrallë, po ndodhin në një tragjedi. Diçka që kam bërë për hir të klikimeve është Asgjë. gjëja e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Blerando. Asgjë. Programi televiziv që jam penduar që kam shkuar është. Asnjë. Jo vetëm që ke marrë pjesë, qoftë edhe për intervistë dhe për gjëra. Si trotuar, diell, çdo në eksperiencë. nivelin e duhur. Që nuk ishte në nivelin e duhur, Jo, po ti ke pasur. nuk e di tek klani më duket Ku ke qenë klani? një idiotësi, ç'a ishte ajo? Love story. Jo, Jo. ka qenë duket nejse, nuk e di, ka qenë Diçka fillimet te e mia klani. përputhen, po. Ushqimi më seksi që ke provuar. Unë jam pas ëmbëlsirave. Të vdes Po, për ëmbëlsira. po, ja, i kam drog. Trilece? I kam drog, Çdo gjë, nga 8 ndita. Veprimi më i çmendur që kam bërë në xhelozi e sipër. Unë kem gërvish në makinë. Bukur kjo. E fort. Ka realizuar ëndrrën e çdo vajze. Ju reagoi ai kur e pa gërvishin apo the se kam bërë unë? Unë e kam bërë. Edhe e Unë e pranove. pra që të bësh. Po ta dish çka ke bërë. Jo, unë e kam bërë, mos më bëni me nerva dhe kaq, silloni mirë. Deklarata që kam bërë publikisht për një personazh dhe jam penduar. Asnjë. Asnjë nga deklaratat. Personazhi i njohur që më ka ngacmuar në rrjet dhe ja kam lënë sin është. Jo. Nuk e them. Ka. Po na thuj nga cila Profesion. fushë. Nuk e them. Fushë. Artist, Futbollist. artist, aktor, futbollist, çfarë ishte? Piktor. E këtë na e thua shqipe se ti Se i gjen vende pastaj ti. po sa veta ka që janë këngëtar për shembull Pa. futbollist, ne nuk i vëm dot gishtin. What man? Profesioni E shqipe. kupton ti tani që ju Shqipe profesionin, se do bërtas dhe unë tani profesionin. këngëtar. Këngëtar. Reper apo i Reper apo baladave të i lehta? baladave. 1, 2, 3, unë vasi vetë fal. Ricky Martin? Jo, dikuj tjetër ja kam kthyer Burakut. Bora. Hajde. Dhe e fundit, ish banori Big Brother VIP me të cilin kam dalë në një date. Asnjë. Ke pas një pëlqim në tek tuk? Jo, asnjë. Asnjë? Po Okej. kështu të famshëm do e pranoje të dashur? Nuk do ta doja të famshëm, po Sa më tjetë larg. njëri i hajrit mirë. Hajde, e bën një Po, përjashtim. E bëni për jashtim. Po tjetë njëri i hajrit se kështu. Tani që jemi në lojën e radhës. Gjetim Dhe në është një lojën çik më pikante. Sa vine Sepse- aga Ky vonë ka zëstja. akoma më pikante. Se di, varet si të ndjesh ti. Tani Fillova loja të. titullohet. Po. Kë do doje ti të kërkonte falje ose kë do doje ti kërkoje falje nga emrat e këtyre Ah, okay. personazheve që Pra, unë do duhet të të kërkojnë apo duhet të Apo duhet kërkosh t'i ti kërkosh? falje këtyre Okay. emrave? E para, Do të atë them pavarësisht se nuk më intereson që Jo, të kërkoj jo. falje, ëh? Jo, thjesht për lojë. thjesht për okay. lojë. Ata aty apo ti atyre? Po fol më i motër për në të gjithë njerëzit e mundshëm. A do t'i kërkoje ti falje teatrifonit apo ajo ty? Mendoj që ajo mua. Okej. Me Arjan Konomin? Se unë nëse e kam bërë diçka, do me thënë më vjen keq vetëm nëse ofendohen emocionalisht, që Okay. prapë se prapë nuk Për balonin atëherë më kujtohet. po zemra po nuk ka qenë gjë e madhe, unë isha ajo gjë që unë kam bërë ka qenë shumë Në për kuadër të fani, shout, po për U fani. egzagjerua, Unë egzagjeroj gjën për fani, unë nuk e kuptoj pse më marrin aq seriozisht. Okej. Arjan Konomi do t'i kërkoje falje apo të Gjuhin do kërkon? më kërkonte falje. Ai ty. Se vërtet? Se kështu e mendoj unë që është më e përshtatshme. Je A ka mërzitur ndodhur me diçka? Arjan? Gjatë përputhen apo pas përputhen? Qatë për Para Shevisi Makut.
Më vjen keq vetëm se është ndjer keq, po për t'i bërë gjë, domethënë i marrin gjërat aq në vend të thonë shqyr më përmendi o njerëz, në vend të thonë shqyr më përmendi dikushi. Okej. A Po kupton? s'ka se në atë kohë që përmendë ti ishte temë bisede para Po, shevia. jo, nuk ishte. Pra e përmendi Jo, Iliria. Ishte rënd pa. Ishte rënd pak dhe shqipja ja ridha vëmendjen. Shkreta kam shkuar me një zemërgjërsi shumë të madhe te shumë njerëz në Amerikë që kam takuar, se kanë qenë dhe me pozit dhe kam folur mirë. Pavarësisht se më është kthyer keq, po ta thash, ngel vorbull tash e themi, po nuk ka ç'na duhet, se ne tani nuk mund të fillojmë të flasim, ku ta di unë ta marrim çdo gjë keq kur flet ose e thua diçka një tash e them. Pse? Ndonjëherë edhe ju këtu, nëse nuk do kishte tash e theme, ç'a do flisnit? Çfarë? Do me thënë, nëse kryeministrin e shajnë, çfarë duhet bëj? Do t'i çojë gjithë në gjykat, do t'i hedhë gjithë në gjyq. Do me thënë, është një lojë aq poshtë pjesa televizive, sa ti nuk e çfarë i bën. Do me thënë, ty të duhet patjetër një ushqim që të ushqesh. Dhe ushqimi në këtë rast ishte para shevia? Jo, ushqimi jam unë. Po, shqipja e cila prodhon lajme. Am kupton, jam unë që prodhoj lajme, se mua nuk më prodhon dot njeri lajme. E kupton? Në sensin e mirë flas. Ne ta kuptojmë se jemi të fushës, ta kuptojmë. Po, sa do për kuptojmë. keq të flasësh, për mua s'ma prodhon dot lajmen. Ti un po nuk e prodhova vetë diçka që ta bëj domethënë ta bëj publikun të murrej, ose të më doj nuk ma bën dot njeri. Pra është në dorën tënde gjithë gjëja. Më fliste dikush të ngrente dhe të bësh objekt bisede, po ja që nuk bëhem dot me askënd. Tani para shevis do t'i kërkoj apo do të kërkonte falje? Nuk mendoj që asnjë rast tjetra. Bledi Mana. Duhet më kërkoj një. Çfarë ka ndodhur me Bledi Se Mana? Bledi flet në një kodra mas brekut edhe unë nuk e duroj dot mënyrën e Bledit. Bledi mund të jetë shumë njeri mirë me mua, por kur hapet ajo drita kuqe, Bledi tjetërsohet. Nuk e di as për çështje vëmendje. Futet në personazh? Po, patjetër futet në personazh, po. Po. Ta ke pasur më kontakte me Bledin? Po, kam kontakte patjetër, se më ka kërkuar falje, prandaj them duhet më kërkoj përsëri. Përsëri, okej, përsëri. Jo, po se nuk kam fol me Bledin për një farë kohe, se nuk mund të dalësh të thuash unë i kam kërkuar 3 fëmijë, një fëmijë, më duket 3 herë, se ç'a idiotësi e ka thënë. Është budallik. Shkon vlla bëj fëmijën me këdush. Me Amberin. Kush është? Amberin, Amber Big Candy. Brotherit. Amberi. Big Brother. Po, vjeçme. Po, Amber është e lezetshme, po. Do të kërkoj falje Amber apo do t'i kërkosh ti falje Amber? Çfarë kam bërë unë Amberit dhe Amberi mua? Që ti ke diçka. E ke pasur me një një situatë. komunitet ti No, e ke. më vjen shumë keq. Ajo ka ndodhur thjesht për çështje egzagjerime. Okej. Dhe Olsa Muhametit. Duhet të kërkoj falje dhe duhet të më falenderoj për çdo gjë. Pse? Për çdo Çfarë ke gjë. bërë ti për Olsen që duhet të të falenderoj përveç E se di të ajo. kërkoj falje? E di ajo. Po ta din vetë? E di ajo. E di ajo. Që te përjashtimi i programit, a kupton? Dhe e di ajo. Ma ka thënë, më të detyrohem një. Pse? Se unë ngrit programin. Unë Okej. ngrit programi Atë me ma tha tani. kreativitetin tënd apo ishte ajo në kufi që thoshte çfarë të Unë bëja? s'kisha kufje. Mu më pëlqen të egzagjeroj. Në metaforë, Po, them. mua më pëlqen të egzagjeroj. Në momentin që unë kam qef të egzagjeroj, njerëzit mbase nuk ma kuptojnë këtë anë. Po unë edhe kur flas me shaka më marrin shumë për seriozisht. Mbase është fytyra, mimika, ku ti unë Po. s'di, është pjesa e reagimit të tjerëve. O mund t'jetë dhe mbase takti jot ndonjëherë paksa më i gabuar në qasje, po Unë them, kam po jo qef dëshira atë e gjë, keqe. Po dua që të ma kuptojnë. Me Po Olsen, jo të gjithë ta kuptojnë. po, me Olsen nuk Kupton flet Olsa, i më. kupton Olsa. Flet me Olsen? Jo, Jeni blok? jo. Thjesht Nuk e nuk kam flisni më. blog, thjesht Okej. nuk flas më. Dhe Kemi do- pas një diskutim para shumë vitesh në top. Diskutim apo Jo, diskutim. kapje prej që- flokës? Jo, diskutim. Jo ngrite, jo Jo të bëra unë, të të bëra- bëra unë. Nuk të do një shkoje pjesë më të- në se një nuk- program Jo, të nuk Olsës? varet shiko, unë nuk ndahem keq me njerëzit. Nëse ti do të ndahesh keq me mua, do ndahesh keq. Tani do të kalojmë në një lojë tjetër se mjaft me këto lojrat. Ja fjolerat e vobekta, filloj me këto. Ta rëndojmë pak dorën të keqen se Rëndoja, të bësh tani atë këto lojrat që unë do të bëj tani konsistojnë në disa objekte. Po të vesh. Do të jap një objekte dhe pastaj do të them çfarë do bësh me ta. Okej? E para. Një pelen fëmijësh. Si është e Pelena? Atëherë. Pas asaj pelenës do duhet të fshihet një shitje. Pra, si do ta shesësh ti shipe një pelen? E zem sikur po bën një ku diu, një reklama, një bashkëpunim. Përshëndet, me Si do ta skenarin shisje tjera. këtë produkt shipe Përshëndetje Senaj? njerëz të dashur.
thjesht po ju them që për pak kohë unë mund të bëjmë nën. Jam shumë e lumtur. Është një gjë që e kisha ndërruar prej shumë kohësh, tani është edhe mosha e caktuar, patjetër. Mbase mund të jem një nënë e vetme, mbase mund të ke baba këtu vërdall, po që nuk i dihet kur. Kam programuar këto pelenat për bebat, sepse unë dua të kujdesem shumë për fëmijën tim, për trupin, lëkurën, fytyrën, sidomos për byçën e vogël që mos të bëhet mos irritohet në fakt, se ngjan shumë keq kur thua do bëhet me puçra. Patjetër që do ta laj, do kujdesem mirë për të, do ta fshi me letra të lagura dhe do t'i vendos kremin në fund. Më pas nuk do t'ja kap këmbët në një formë që mund ta vras, se është ndaluar, por që do espostoj pak nga ana e majt dhe do t'ja vendos pelenën. Unë do ta blija këtë pelenë. Për zotin e bleva, mashit të lutem, mashit. Unë do e blija vetëm se shqipja tha do bëhem nën. Me burra po pa burr tha shqipja do bëhem nën. E bravo isha. Tani produkti i dytë. Më gjeti mua. Produkti i dytë është edhe më interesant. Grosh. Ja i han grosh. Këtë do ta them në një farë mënyrë që ty s'do ta merrte mendja ta. Hajde, unë kisha përgatitur po. Kam pritshmëri, mos më zgënje për këtë. Ja, nuk. Mendoj pak. Po mendon atë që po them? Kam pritshmëri, kam shumë. Po mendo problem që do ta zgënjeti. Mendo aromën edhe do të vi. Jo, nuk. Përshëndetje njerëz. Atëherë, ju do thoni çfarë dua me groshën këtu pranë meje. Në fakt, edhe unë nuk e kam menduar që do flisja ndonjëherë për groshën. Mua më kanë pëlqyer gjithmonë fasulet, por është një problem i vetëm. Nga vjen problemi? Problemi i vetëm i fasuleve janë gazrat e tepërta. Por ka dhe mënyra të tjera. Në momentin që ju i konsumoni në darkë dhe më pas janë të rënda e di, por thjesht po flas për shije. Në momentin që ju i konsumoni në darkë janë të shëndetshme, mundohuni që ta vini partnerin ose partneren përpara se ju të flini gjumë të flini ata. Ça fasur, janë vendi, janë vendi ta di. Po, sigurisht janë vendi. Patjetër që duhet t'i hani, t'i konsumoni dhe t'i bleni. Ashtu, tash mos do më qelloj edhe me këto. Se tash mbrapsht, por nuk ka probleme, rëndësishme është që ju më kuptoni. Kemi edhe një produkt të fundit. Po, patjetër, ai i fundit kam frikë. Produkti i fundit, e di si është, e pa mbaj kështu. Je për këto magjistarë të kostë për zot. Lëre ta nxjerr. Produkti i fundit. Nuk janë të përdorur. Nuk janë të përdorur, i kam lar vet për zotin. Kam sjell nga koleksioni im këto. Victoria Secret apo s'ka Victoria? Si do t'i reklamoj këto? Po mendohet. Këto të brendshme. U emocionua. Si të ishte një mashkull u emocionua. Jo mi zemra meshkujt nuk je. Ska si shohim fare. Okej, pjesa e tantellës është shumë seksi. Nuk pëlqen kjo fjalë, por që këto e meritojnë këtë fjalë. Nuk kam shitur kurrë të tilla ose nuk jam bërë palë kurrë që të shoh për të shitur tanga ose t'i reklamoj etj, po që andale këtu çfarë nuk të bën. Janë me tantellë, mund të përdoren në mbrëmje të veçanta. Tani unë po futem edhe në mendjen e femrave, pavarësisht se nuk e di se çfarë mendoj meshkujt, por që më mirë ta çmendni ju mashkullin tuaj, sesa ta çmendni bota. E bukur, shqipe. Po që do vinim shqipe në në sikletë. Jam shumë zhun, po e kamufloj. Këto po i marrë se më duhen për atë mbrëmjen që tha shqipe. Ti vesh se Allah. Tani si ngjyra e tangave është rubrika e fundit sepse është caliente. Dhe nuk po ta pyetjen e parë shqipe. Kështu që ti përgjigju. Na thuaj 3 personazhet e njohur që sipas teje nuk meritojnë të jenë në televizion. Mendoj ta bëj kështu, pavarësisht se nuk kam asnjë kundër atyre. Jo, pasi që thjesht shlojnë, ato nuk e marrin personale, shlojnë. Mendimi yt personal. Kemi plot njerëz që kur na pëlqejnë shqipe, do na pëlqejnë gjithë. Thuaj. I pari. 3, 2, 1. Mendoj që
të vjetrit. E ke parasysh? Kush? Emra. Ardit Gjevrea. Okej. Pavarësisht është mirë aty kush. Ardit Gjevrea, Rudina dhe Rudina Magjistari. Po dhe Alketa Vesio. Paktën E paske personale me Klark. Mua më the që nuk e kam. Jo, mendoj, di çfarë mendoj, duhet bëjnë paktën një 2 vjeçar pauzë, t'japin pak rinis. Do rinia që të futet për shembull në ekrane. Në klan po thua. Po duhet të shohim dhe rini, nuk po shohim fare rini. Domethënë, di si më janë bërë disa personazhe që kanë gjithë jetën në televizion, nuk kam asnjë gjë kundër tyre, janë suksesshëm, janë të mrekullueshëm në punën e tyre, bravo i qoftë. Unë i kam parë kur kam qenë fëmijë. Por që nuk I ndjek më. Ta kupton, fosforishen, po mvrasin syt. Do Robit I hapi rrugë rinis. Okej, pyetja e dytë. Kjo nuk është pyetje, por një sfidë. Merr në telefon tani Arian Konomin dhe pyet si e. Këtë nuk ka shanse ta bëj kurrë, se thash që Ariani duhet të më kërkojë falje. Edhe në gjunjë the. Në gjunjë mbi gjitha. Okej, aspektin. Është I larsh, I pastruar, për këtë mos kemë është I tharë. Kafshoje tani si një burrnesh si ti do e kafshon ta. Po të kap në stedër. Po të kap në stedër. Mendoj se është I trilec ose baklava. Mund këtë. Ja, ai tani ha. Aja ta masha. Ti s'ta ka bërë syri tërt për gjëra të tjera. Më jepi. Sa frikë. Tërbo. Ashtu. Ashtu, bravo. Hajde edhe një pyetje. Hajde, tjetër tani shpejt që mos të ndjesh efektin. Më ka fut kot. Shpejt të mbyllet. Se I këshia. Tani situata do të nxehet, na thuaj kur është era e fundit që ke bërë dashuri. Pse I bëni? Nuk I kemi bërë ne, betojmë. Ose di kush është autori. Nuk e dim kush I ka bërë. Ne të ftuar mysafir një herë në javë këtu. Spec po mendoja, por që të jeni të bindur nga shqipja që Ka kohë. Un kam se mbase është keq kuptuar, un kam 6 vite pa ul në kafe me një person, kështu. Mos ja fut kohë. O shipe as mundsin për një kafe, nuk kam jep çunave. O shipe seriozisht e ke? 6 vite pa 6 vite pa ulur në kafe. Pa bërë një proper date. Okej, pa ulur në kafe. Kjo e dyta që po thu ti as mendohet hiç. Si 6 vite mi? Kjo jo, nëse të shkoj mendja për diçka negative. Ajo. As mendohet hiç ajo, jo. Më shumë se 6 vite? Jo, po s'mendohet. Po shipe se na zemra. Nuk mendohet fare ajo. A ja dilet? Mfal, a e kuptoni, leta ai shipe, a e kuptoni çfarë sa po tha? Kam mbi 6 vite. Çfarë them tani? Çfarë ti them? Nuk janë 6 vite, janë shumë. Uj, të lutem. Mira fare, domethënë nuk mund të po bravo që janë ngespeci. Bravo mirë se je tamam burrë. Ka zgjedhjet e Unë jam tij. një njerëz që duhet të më ngrovësh zemrën, duhet të më ngrovësh mendjen, domethënë duhet të eci shumë anën emocionale. Po nuk pa të anën emocionale. Lidhje shpirtërore. Po, lidhje shpirtërore. Unë kam shumë të rëndësishme mentale njerë, por nuk arritet domethënë të më kapësh për mend. Mund të pëlqej, mund të afrohem, po të largojmë direkte. Edhe puna është, problemi është që duhet më mbash. Pra s'ka dal një që të mbaj. Ska pasur shumë rë. Dhe me këtë deklarat El Danoços në es për qarkës. E vërtet. Me këtë deklarat që Danoça s'ka për qark, ne do e mbyllim motofon dhe për sot. Kemi dha të gjitha. Shumë faleminderit Shipe që ishe pjesë. Shumë faleminderit. Shumë ka qenë një super intervistë, ne kemi shijuar, uroj ta kesh shijuar edhe ti. Po patjetër, me njerëz pozitiv, unë gjithmonë jam Faleminderit. Me të tjerë të tjerë. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, shihemi javën tjetër, mos harroni, bëni subscribe, andale alë për të mos humbur asnjë nga prodhimet. Dhe ne do të shihemi sërish çdo të hënë dhe të mërkur live në orën 6 dhe të premten me emisionin kryesor në orën 8. Deri atëherë, mirupafshim. Andale!